Në këtë momente ka përfunduar turneu ndërkombëtar i handbollit në nderim të një figure të njohur të këtij sporti, Ahmet Hyseni Petrova, ish president i klubit të Ferizajt në Kosovë. Një turne ku morën pjesë 4 ekipe, mes tyre edhe Vllaznia e Shkodrës. Arjan Ibreshimi, një nga drejtuesit e handbollit shkodran. Arjan, padyshim me emocione. Kosova ju priti me respekt, me nderim dhe ju e respektuat Kosovën dhe vetë personazhin e këtij turneu. Patjetër, ne jemi shumë të vlerësuar për ftesën që na bëhet. Jemi për të tretin vit rradhësi të ftuar në këtë turne që marrim pjesë. Mendoj që pritshmëritë e familjarëve pa organizatorëve të këtij turneu ja arritën qëllimit, pa përkujtunin me respekt dhe me nderim dhe me një numër të konsiderueshëm ish sportistash, figurën e Baçës Ahmet. Pra, besoj që edhe pritshmëritë e organizatorëve, pra familjarëve të familjes, besoj që turneu i arriti qëllimit, sepse ky turne përkujtoi një figurë të nderuar si Baçën Ahmet, me një numër të konsiderueshëm e qoftë ekipes, qoftë edhe pjesëmarrësh i sportistë, një pjesë të cilëve, mos më thon shumica të cilëve kanë qenë miq edhe të njoftën të Baçës Ahmet. Gjithmonë ne jemi të mirëpritur në Kosovë. Mendojmë që kemi disa vite që bashkëpunimit të cilët ndërtojmë një marrëdhënie të miqësore dhe shoqërore me njëri tjetrin dhe me ekipet e Kosovës, janë mjaft përpara se sa ne aktualisht me handbollin, meqenëse se handbolli në Shqipëri nuk po kalon vite shumë të mira. Ndërkohë që Kosova ka qenë shkolla kosovare, shkolla e ish jugosllaviste në handboll. Ka një traditë të trashëguar, por gjithsesi edhe hapat që këto vetë kanë bërë sot për sot në arenën ndërkombëtare, falur përfaqësimit dinjitos të dy ekipeve kosovare, si femna si meshkuj, si edhe moshat në arenën ndërkombëtare i jep të drejtë, pra me të drejtë quhet handbolli kosovar në një rritje të vazhdueshme. Dhe ne jemi me fat që jena pjesë shpeshherë e këtyre ftesave, ku ne e njejmë vedin si shtëpinë tonë. Flasim diçka për ndeshjet, sepse Vllaznia Spikate, sidomos në ballafaqimin me ekipin e Vjosës së Shtimes, fituat me rezultatin 12-2, dhe me çfarë pami ishit në portë, një portier me mjaft cilësi që evitoi edhe golat sigurt. Ne kishim vlerësuar aktivitetin, pra megjithatë kuptohet që duke qenë paraqitje veteranësh ka limitet e veta të tregimit të aftësive sportive në fushë, por gjithsesi ndeshja që është shumë e bukur, veçanërisht kjo e dyta me Vjosën, sepse edhe ndeshjen e parë ne humbëm me diferencë një golit, ku ne patëm mundësi ta ktheheshim, por sporti është bashkues, nuk është ndarës, pavarësisht rezultatit. Ibreshimi, faleminderit. Faleminderit ju. Suksesin vazhdimsi. Faleminderit ju.